2 persona kanë humbur jetën në Shkodër në orët e fundit. Policia njoftoi se me 2 qershor në orën 19:30 në vendin e quajtur i shtëpia ushtarakëve në Velipoj Shkodër është gjetur pa shenja jete shtetasit TB, 57 vjeç, i cili dyshohet se ka pësuar arrest kardiak. Ndërkohë me datë 3 qershor rreth orës 00:15, policia ka marrë njoftim se shtetasi EN 30 vjeç, rreth orës 19 ishte futur për të larë në liçenin e Grishës dhe ishte mbytur. Shërbimet e DVP Shkodër dhe shërbimet e policisë kufitare pas disa orësh kërkime kanë gjetur dhe kanë nxjerrë nga uji trupin e pajetë të shtetasit EN. Nga veprimet e para hetimore dyshohet se i ka humbur jetën pasi ka pësuar arrest kardiak ndërkohë që lajë në liçen. Grupi hetimor vjen punë për zbardhjen e rrethantë të rastit dhe dokumentimin e shkakut të humbjes së jetës së 30 vjeçarit. Nga ana tjetër, specialistë e të qojmë tregor referuan dalë në prokurori ku nisi procedimin e gjendë të lirë për shtetasit ZR 60 vjeç banues të Shkodër pas duke drejtuar motomjetin ka humbur kontrollin dhe është rrëzuar. Një 7 vjeçar pas duke drejtuar pa leje një motomjet pa targa ka humbur kontrollin dhe është rrëzuar. Ndërkohë specialistë për hetimin e krimeve të Komisariatit të Policisë Shkodër referuan dalë në prokurori për vlerësim pas ditën e djeshme në spitalin e Shkodrës është paraqitur për mjekim shtetasit SV 55 vjeç i cili ka deklaruar se është rrëzuar ndërkohë që lëviz në biçikletë.